Horoskopi ditor e martë, 14 korrik 2026. Dashi, ka rrezik që jeta juaj në çift jetë shumë monotone gjatë kësaj dite dhe kjo do t'ju mërzis pa mas. Mos e lëshoni veten, por bëni gjithçka mundeni për të ndryshuar situatën. Beqarët do të jenë shumë kërkues dhe të pavendosur, prandaj edhe sot do të mbeten vetëm. Fati nuk do të jetë me ju në planin financiar, kështu që duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe vigjilent. Demi, ditë e bukur kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Debatet dhe mosmarrveshje do të marrin fund menjëherë dhe të dy me partnerin do të filloni të thurni plane për të ardhmen. Beqarët do të dëshpërohen edhe më tepër kur të marrin vesh se personi që pëlqeni ka krijuar tashmë një lidhje. Në planin financiar duhet ulur shpenzimet sa më shumë. Binjakët, konfigurimi i yjeve do të jetë mjaft negativ sot për jetën tuaj në çift. Do të keni her pas here debate me partnerin tuaj dhe kjo do t'ju bëjë të ndiheni keq. Beqarët do të jenë më të vendosur për të bërë për vete personin që të pëlqejnë. Me pak durim do t'i arrini qëllimit. Në planin financiar duhet mendoni edhe për të ardhmen. Gaforia, dielli do të favorizojë mirëqenien dhe ngrohtësinë në jetën tuaj në çift. Nga ana tjetër do të jeni edhe më të kthjellët për ato që duhet të bëni në lidhjen e krijuar. Beqarët do të kenë takime, por edhe nuk ka ardhur koha për të përballur me princin e tyre të kaltër. Në planin financiar ka ardhur koha të merrni masa drastike që buxheti të mos ketë probleme. Luani, jeta juaj në çift do të jetë gjatë gjithë kohës dhe do të ketë mbështetje në yjeve gjatë kësaj dite. Nuk do të keni mosmarrveshje me partnerin, por përkundrazi do të kuptoheni me një shikim të vetëm. Beqarët duhet të hapin zemrën nëse duan të krijojnë një lidhje. Në planin financiar mos ndërmerrni rreziqe shumë të mëdha sepse keni për të humbur. Virgjëresha, ditë shumë e qetë dhe me pa as më të voglin problem do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ruani një komunikim të mirë me partnerin tuaj dhe do të kaloni momente të ngrohta së bashku. Për beqarët nuk do të ketë dashuri pasionante, por njohjet e reja nuk do të mungojnë. Në planin financiar mos shpenzoni kuturu nëse nuk doni të keni probleme. Peshorja, mundohuni ta largoni sa më parë rutinën nga jeta juaj në çift gjatë kësaj dite sepse përndryshe situata mund të përkeqësohet. Asnjërit prej jush nuk do t'i pëlqejë të jetojë në një mjedis të rësisht të qetë dhe pa emocione. Beqarët ka mundësi të kenë edhe dashuri me shikim të parë. Shfrytëzojeni mirë ditën, financat do të kërkojnë më shumë kujdes. Akrepi, pasioni në çift do të jetë i zjarrt gjatë kësaj dite. Ju do të ndiheni për mrekulli në krahët e partnerit tuaj dhe do të dëshironi që momente të tilla të ishin deri në pafundësi. Beqarët nga ana tjetër do të kenë disa takime, por asnjëri prej tyre nuk do të jetë ai që ka nëndëruar. Konfigurimi i yjeve do të jetë pozitiv për financat. Shigjetari, Jupiteri do ta influencoj pozitivitetin tuaj në jetën në çift dhe do t'ju bëjë të ndiheni më së miri në krahët e partnerit. Bashkëpunimi me të do të vazhdojë të përmirësohet. Beqarët do të duan shumë lirinë që kanë dhe fillimi i një lidhje do t'i friksojë. Financat nuk do të jenë në gjendje shumë të keqe, por maturia dhe kujdesi do ta mbajë situatën tuaj të stabilizuar. Bricjapi, ka disa kohë që nuk ndjeni të njëjtat emocione si në fillim të lidhjes tuaj. Partneri nuk ju mbështet më për asgjë dhe her pas here ju neglizhon. Ka ardhur koha të vendosni pikat mbi i menjëherë përgjithmonë. Beqarët, fal ndikimit të Venusit dhe Marsit do ta gjejmë personin e duhur. Në planin financiar duhet të reflektoni mirë përpara se të shpenzoni. Ujori, edhe pse situata në çift do të përmirësohet të ndjeshëm gjatë kësaj dite, nuk është koha e dur për të marrë vendime të rëndësishme mbi të ardhmen. Bëni edhe pak durim. Nëse jeni beqar dhe dëshironi patjetër të krijoni një lidhje, përfitoni nga mundësitë që do t'ju jepen. Në planin financiar do të jenë të favorizuara transaksionet dhe investimet. Peshqit, perspektivat në jetën tuaj në çift janë shumë të mira gjatë kësaj dite. Do t'i besoni njëri tjetrit dhe do të forconi komunikimin mes tyre. Edhe për beqar do të jetë një ditë premtuese mbushur me risi. Shfrytëzojeni sa të mundeni. Në planin financiar do të jetë një ditë ideale për të riorganizuar situatën.